Vllaznia Malisheva, sfida e parë e turit të UEFA Conference League, luhet në stadiumin Loro Briçi sonte në mbrëmje në orën 20. Trajneri kuqebluve Edi Martini në konferencën e prag-ndeshjes ka pranuar situatën aktuale të mosfederimit nga FIFA të një pjesë të mirë të lojtarëve të ardhur në merkaton e verës, por nga ana tjetër ka konfirmuar se pagesat janë bërë një muaj përpara dhe se merkatoja e vllaznisë është e zhbllokuar. Megjithatë, ai është faqur i qetë duke deklaruar se është përgatitur për të dy skenaret. Lojtarët që janë pothuaj gjithë në kontingjentin e duhur fizik, pa çka se disa ne kanë ardhur edhe me vonesë, por gjithsesi ne janë mirë. Normalisht nuk jena në atë 100% e çdo njerit, por gjithmonë kjo fazë është pak problematike. Kështu që mendoj që këta lojtarë që kemi aktualisht janë mos mirë në gjendje për me përballu ndeshjen me Malishevën. Unë ku kam shku në fazë përjetore kam qenë kredi qetë, sepse që me do 8 muaj të muaj tjetër është bë pagesa. Nuk e di për çfarë arsye si tek qysh janë punë, sepse nuk është fusha eme dhe nuk di me komentu, por di që është hap edhe di që mendoj që gjithçka do jetë në rregull. Normalisht i kam menduar gjitha skenaret e mundshme me dhe pa ekip të plot. E që më del mu për detyrë është që të shoh fushën e lojës, atë lojtarë që do kem do të jenë të gatshëm, do të napin maksimumin, këtë di me garantuar për pjesën tjetër, nuk e kam idenë se si. Sa i përket lojtarëve që kanë në dispozicion dhe për miqësorët e Slovenisë, Martini është shprehur i kënaqur me kontingjentin e duhur fizik. Sa i përket Kallakut dhe portierit Pols, Martini konsideroi pothuajse të larguar nga ekipi. Vllaznia e ka mirëprit, e ka dashur, edhe ai ka dhënë maksimumin e vet. Vjen një moment që me zori nuk mundesh me mojt kërkën. Në vim, Martini foli edhe për Malishevën, duke pohuar që nuk e kishte dëshirë të përballej me ekip shqiptar, ndërsa vlerësoi edhe trajnerin Brdarić, për të cilin tha se e njeh mirë ambientin dhe shumicën e lojtarëve të vllaznisë. Jo, me thënë drejtën, nuk e kisha dëshirë, nuk kisha dëshirë të përballesha me ekip shqiptar. Megjithatë kjo është fati i shortit, këto janë kapriçet e tij. Tomasi e njeh mirë ambientin, e njeh mirë shumicën e lojtarëve tonë. Ndoshta është favor, edhe është favor për te. Po gjithsesi ne do të bëjmë pamundjen tonë që ta kthejmë rezultatin favorit. We had a good preparation. Kemi bërë një përgatitje të mirë dhe besoj se jemi të gatshëm për ndeshjen ndaj vllaznisë. Vllaznia ka merituar të jetë në Conference League, por gjithashtu edhe Malisheva. Është kompeticion i fortë dhe ne do të luftojmë për të kaluar në raundin tjetër. E kam ndjekur vllaznin dhe më erdhi keq që nuk e fitoi titullin. Unë e njoh ambientin këtu dhe ju kam folur futbollistëve. Unë skuadrën e vllaznisë e njoh mjaft mirë përgjithsisht dhe me punën që po bëjmë te Malisheva them se do t'ja dalim. Në fund të ditës, me gjithë respektin për vllaznin, ne do të tregojmë që jemi ekip më i mirë. Vllaznia ka një trajner të madh si Edi Martini dhe do të jetë një luftë kjo ndeshje me skuadrave. Le të luajmë dhe ta shohim kush do ta fitojë ndeshjen.